Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thoni lamtumir tensionit të lartë pa ndonjë ilaç, mjafton të bëni këto veprime çdo ditë. Presioni i lartë i gjakut, i njohur gjithashtu si hipertension, është një çështje nga më të zakonshme shëndetësore në të gjithë botën. Shkenca nuk ka gjetur ndonjë arsye specifike për presionin e lartë të gjakut, pasi mund të jetë për shkak të disa shkaqeve. Cilat do qoftë arsyeja, hipertensioni është një problem serioz që mund të çojë në pasoja të rënda, përfshirë këtu edhe problemet kardiovaskulare. Shkenca nuk ka qenë në gjendje të gjejë zgjidhje për presionin e lartë të gjakut. Ekspertët sugjerojnë të udhëhiqeni në një dietë të shëndetshme dhe të merrni ilaçe çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Por llogaritja e ilaçeve ka efektet e veta anësore. Për të mbajtur nën kontroll hipertensionin pa përdorur ilaçe, atëherë duhet të ndiqni këto rregulla bazë sipas health.com që ju ndihmojnë në menaxhimin e niveleve të tij. Tregohuni të kujdesshëm me atë që hani. Qëndroni larg nga kripa pasi mund të shkaktojë presion të lartë të gjakut. Ndërsa ju mund të shijoni kripë të gatuar, ajo ende nuk duhet të jetë në sasi të larta. Për më tepër konsumoni ushqimet që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Këto përfshin zarzavatet me gjethe, manafera, bollgur, banane dhe çokoladë e errët. Qëndroni sa më shumë të jeni aktiv dhe të aftë. Shtimi në peshë është një nga shkaqet kryesore të hipertensionit. Edhe nëse duket se jeni të përshtatshëm, bëheni që të bëni shëtitje çdo ditë pasi ju ndihmon të kontrolloni më lehtë presionin e gjakut. Provoni mjekësinë alternative. Provoni opsione alternative në trajtim siç është edhe trajtimi i ozonit, sipas Alternative Medicine. Ndërsa nuk ka ende shumë efekte të mira, atë mund ta bëni vetëm në situata minimale. Shmangni stresin dhe tensionin. Presioni i lartë i gjakut zakonisht shkaktohet për shkak të stresit dhe tensionit. Ju duhet të siguroheni që të qëndroni larg nga shkaktarë të tillë për të mbajtur nën kontroll presionin e gjakut. Nëse diçka ju shqetëson ose ju vën në stres, përpiquni të mbani distancën tuaj prej saj ose të zgjidhni çështjen. Gjeni atë që shkakton presionin e lartë të gjakut. Gjëja më e rëndësishme është të dini se çfarë bën presionin tuaj të gjakut që të rritet. Mund të jetë për shkak të niveleve të larta të kolesterolit ose për shkak të përdorimit të ilaçeve të caktuara. Në këto raste është e këshillueshme që të ndikoni pozitivisht në shëndetin tuaj. Tensioni i lartë i gjakut është një gjendje shëndetësore serioze e cila mund të prekë një numër të madh të popullatës. Kjo gjendje post të tjerash mund të luftohet edhe përmes ushqimeve të duhura. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet të cilat mund t'i hani dhe ju ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të hipertensionit sipas health.com. Bananet janë një burim i shkëlqyer i kaliumit. Kaliumi njihet për rolin e tij në luftimin e efekteve të natriumit në trup. Ngrënia e bananeve do të ulë kështu nivelin e koncentrimit të natriumit në trup dhe kështu të tensionit të gjakut. Ngrënia e 2 bananeve në ditë ka rezultate të mira në uljen e tensionit të gjakut në mënyrë domethënëse. Mund t'i konsumoni si të vetme, ashtu edhe në kombinime me fruta të tjera. Avokado. Ky frut është i dobishëm kur është pyetja në uljen e tensionit të gjakut. Njëjtë sikur edhe bananet edhe avokadot përmbajnë sasi të madhe të kaliumit. Avokadot pashtu përmbajnë sasi të yndyrnave të pangopura, të cilat rrisin nivelin e kolesterolit të mirë në gjak. Kolesteroli i keq njihet për efektet e tij në bllokimin e enëve të gjakut, gjë që shkakton rritje të tensionit të gjakut. Avokadot e rrisin nivelin e kolesterolit të mirë, i cili ndihmon në uljen e vlerave të tij. Keni parasysh se avokadot kanë një përmbajtje të lartë kalorike dhe ngrënia e tyre mund të jetë e matur. Spinaçi. Ngrënia e rregullt e spinaqit do të ulë tensionin tuaj të gjakut brenda disa javësh. Spinaqi gjithashtu është i pasur me fibër që ju mban tensionin e gjakut në nivele konstante gjatë gjithë ditës. Spinaqi mund të konsumohet në shumë forma dhe në kombinime me ushqime të tjera. Domatet. Domatet ofrojnë përmbajtje të kaliumit që është e pasur edhe me likopen. Likopeni është një antioksidant i njohur i cili parandalon oksidimin e kolesterolit të keq dhe ngjitjen e tij në muret e enëve të gjakut. Domatet jo vetëm që ulin tensionin e gjakut, por do të parandalojnë shfaqjen e tij në periudhat e mëvonshme. Për rezultate më të mira konsumohet e papërpunuar. Selino.
Ngrënia e saj do të ulët tensionin e gjakut, përpos përmbajtjes së lartë të kaliumit, selinoja po ashtu shërben edhe si diuretik natyral. Kjo do të thotë se të nxjerrë sasinë e tepërt të ujit nga gjaku pasi që teprica e ujit në gjak e rrit presionin arterial. Me largimin e kësaj teprice bien edhe vlerat e tensionit. Çokolata e zezë. Një tjetër produkt i shijshëm për uljen e tensionit përmban koncentrim të lartë të kakaos që jep ngjyrën e zezë. Kakao është e pasur me flavonole, me element ky i cili ndihmon në zgjerimin dhe rritjen e elasticitetit të enëve të gjakut. Kjo pastaj manifestohet me uljen e tensionit të gjakut. Çokolata e zezë po ashtu duhet të konsumohet në mënyrë të moderuar, pasi që përmban edhe kalori të tepërta. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni, duhet të tregojeni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet si duhet, hipertensioni mund të kthehet në një problem mjaft shqetësues, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare dhe probleme të theksuara të shëndetit të trurit dhe dëmtim të veshkave. Shumica e njerëzve që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efektet anësore përfshirë pagjunësi, marramendje ose kontraktime të muskujve. Por ju mund të përdorni shumë më thjesht edhe disa ushqyes ose produkte që i keni në shtëpinë tuaj siç janë hudhra, limoni ose uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video, sipas Brightside, do të mësoni disa nga recetat më të mira natyrale, të cilat janë jashtëzakonisht efikase në luhatjet e tensionit të lartë të gjakut. Në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i lëngut të limonit. Për këtë recetë ju duhet ujë dhe një limon. Shtryeni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pini atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Lëngu ka aftësinë të ruajë fleksibilitetin dhe funksionin e enëve të gjakut, duke ulur kështu edhe tensionin. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe hudhër çdo ditë. Hudhra përmban substanca sulfurike që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut, duke zgjeruar kështu enët e tij. Ju mund të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet të hahet e gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Receta tjetër ka në kombinim uthull molle dhe sot buke. Përbërësit që duhen janë ujë, një maj lugë çaji me sot buke dhe një lugë gjedhe me uthull molle. Udhëzimet e përgatitjes janë këto. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme të tilla si kalium, magnez dhe kalcium. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjedhe me uthull molle, një maj lugë çaji me sot buke dhe një gotë me ujë. E konsumoni 2 herë në ditë për rezultate më të mira dhe kështu do të keni edhe lehtësime të duhura për tensionin e lartë të gjakut. Për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë, atëherë duhet të përfshini ushqimet që janë ideale për shëndetin tuaj. Ushqime të tilla si boronica dhe frutat e pyllit. Një racion me boronica në javë do të ulë rrezikun e rritjes së tensionit të gjakut. Boronica, lule shtrydhe dhe mjedra kanë pak kalori dhe janë të pasur me antioksidantë dhe me fibër. Të treja ulin tensionin e gjakut dhe japin doza të shëndetshme të vitaminës C dhe të kaliumit. Drithrat. Një pjatë me drithra të plota me fibër, siç janë tërshëra, bollgur, thekër, krunde të grurit, ulin rrezikun e tensionit të lartë. Studiuesi të Universitetit të Harvardit thonë se konsumi i drithrave në 12 javë nxit përgjysmimin e sasive të medikamenteve kundër hipertensionit. Konsumoni një filxhan me drithra në ditë ose të paktën një herë në 2 ditë. Panxhari i kuq. Panxhari i kuq është i pasur me substanca nitrate që i bëjnë mirë zemrës. Studimet thonë se nitrati i panxharit ka efekte të mira që rregullojnë gjithashtu edhe luhatjet e tensionit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tuaj.